KQZ-ja në Kosovë shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, kryeson vetëvendosja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur pasditën e djeshme rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Sipas të dhënave të KQZ-s, morën pjesë 46.54% të qytetarëve me të drejtë vote. Kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, tha se numri i votuesve në zgjedhje ishte 966.283 vota ose 46.54% vota të vlefshme dhe votat pa vlefshme 27.433 dhe votat të dëmtuara 2.964. Rezultati përfundimtar, lëvizja vetëvendosje 42.30% të votave, PDK-ja 20.95, LDK-ja 18.27, AK-Nisma 7.06, Lista Serbe 4.26. KQZ ka zbatuar ligjin e ri të zgjedhjeve, ku janë shtuar dhe përgjegjësitë e KQZ-s. Për herë të parë ka organizuar votim fizik në përfaqësi diplomatike dhe votimin në postë në kuti postare jashtë vendit. Për herë të parë ka organizuar numërimin e 34 qendra komunale të numërimit. Vonesat për shpalljen e rezultateve kanë të bëjnë me zbatimin e ndryshimeve ligjore dhe arsyeja tjetër ka të bëjë me platformën elektronike. Para publikimit të çdo rezultati është bërë verifikimi dhe kjo ka zgjatur procesin. Rezultati është i evidentuar në formular, pavarësisht problemeve, rezultatet do të shpallen, janë arritur një transparencë të plotë, ka thënë Kreshnik Radoniqi, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndarja e vendeve në Kuvendin e Kosovës pas këtyre zgjedhjeve është: lëvizja vetëvendosje 48 vende, PDK 24, LDK 20, Lista Serbe 9, AK-Nisma 8 vend.